Më 15 prill 2026, SPAK mbylli një operacion ndërkombëtar që kishte nisur si procedim penal në vitin 2023 në bashkëpunim me Eurojust, Europol dhe autoritetet e Francës, Holandës dhe Britanisë. Prokuroria e posaçme goditi një grup të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik kokaine dhe pastrim parash. Në krye të tij, sipas hetuesve, qëndronte Jetmir Pepa, 34 vjeç, i njohur si Mir Pepa ose Marashi. Gjykata e posaçme lëshoi 11 urdhër arreste dhe vendosi sekuestro preventive mbi 232 pasuri me vlerë rreth 12 milion euro. Në prangë ran vetëm 3 persona: Lulzim Pepa, 51 vjeç, vëllai i kreu të grupit Anton Kola, 33 vjeç dhe Florian Marku, 34 vjeç. Jetmir Pepa dhe vëllai tjetër Alex Pepa, 38 vjeç, u shpallën në kërkim ndërkombëtar. Tusja ka një peshë të jashtëzakonshme për shkak të provave të mbledhura në 4 shtete dhe përfshirjes së agjencive më të rëndësishme ligjzbatuese në Europë. Akti i akuzës dokumenton 8 episode trafikimi nga Amerika Latine drejt Europës Veriore, të gjitha brenda vitit 2020. Sasia e sekuestruar arrin 7.5 ton kokain, por hetuesit besojnë se totali real është shumë më i lartë. Në prill 2020, 1018 kg kokain udhëtua nga Peruja drejt Rotterdamit me vlerë rreth 1.3 milion euro. Në qershor, 2.20 kg nga Ekuadori mbërritën në të njëjtin port, të kamufluara si mall për një kompani hungareze. Të njëjtin muaj, 516 kg u bllokua në portin Callao të Perus. Më pas erdhën 500 kg të fshehura në konserva peshku nga Kolumbia me destinacion formal Gjermanin. Në gusht, 1238 kg të fshehura midis bananeve nga Ekuadori drejt një kompanie në Hag dhe në tetor 531 kg në rrush të thatë drejt Suedis, një zinxhir industrial që e rendit grupin Pepa mes operatorëve më të mëdhenj shqiptar në tregun e kokainës. Nga trafiku në beton, skema e pastrimit mbështeti mbi një strukturë biznesi të ndërtuar me durim që nga viti 2014. Në qendër qëndron Pepa Group, shoqëria flamur e themeluar në tetor 2014 me seli në zonën industriale të autostradës Tiranë-Durrës. Në këtë ombrell u krijuan 7 shoqëri tregtare: BIV në Rubik, Shëngjini 2013 në Lezhë, Oxford Hotel në qendër të Tiranës, Klinika Estetikës me Zone New Aesthetics në kompleksin River Residence, Klubi Nato Soluna në Shëngjin dhe 33.30% e aksioneve të hidrocentralit Arsti në Fiers të Fusharzit, një hec me fuqi të llogaritur mbi 10.000 kW. Sekuestro preventive përfshiu 60 pasuri të paluajtshme, toka, godina, hotele dhe apartamente të shpërndara me strategji në Tiranë, Kamës, Lezhë, Shëngjin, Sarandë dhe Himar. Zonat urbane më të shtrenjta dhe bregdeti turistik ishin të mbuluara. Listës i shtohen 89 automjete, përfshirë makineri të rënda ndërtimi dhe autovetura luksoze, plus 72 llogari bankare në emra personazh fizik dhe juridik. Vlera totale e perandorisë kap 69 milion euro. Por ajo që i shqetëson më shumë hetuesit është ajo që nuk u kap. Në javët para goditjes, Mir Pepa ka tentuar të shpëtojë çfarë të mundej nga sekuestrimet, duke lëvizur miliona euro drejt personazh që hetimi ende nuk i ka evidentuar. Kjo pjesë mbetet e hapur dhe mund zgjerojë ndjeshëm për masat e dosjes. Pjesa më shqetësuese e kësaj historie nuk është trafiku i drogës, por mënyra se si paratë e dyshuara u pastruan përmes prokurimeve publike me paratë e taksapaguesit shqiptar. Pepa Group fitoi kontrata publike me vlerë totale mbi 69 milionë euro. Rreth 50 procedura prokurimi mbajnë emrin e kësaj kompanie, 14 prej tyre e fituar e vetme dhe 36 në bashkim operatorësh. Shumica dërmuese e tenderave erdhën nga Bashkia e Tiranës. Kronologjia flet vet. Në vitin 2019, tenderi për shkollën Kosova u fitua pasi u eliminuan 9 nga 10 konkurrent. Në prill 2024, shkolla Pjetër Budi me fond 3.7 milion euro u fitua pas eliminimit të 10 nga 19 garues. Në korrik 2024, Bashkia e Tiranës i dha kontratën 10 milion euro për qendrën Teda. Në nëntor 2024, Bashkia e Durrësit në drejtimin e Mirjana Sakos i besoi tenderin 2.7 milion euro për shkollën Vadarth në Sukth. Më herët në Fusharrës, palestra e shkollës 70 vjetori u fitua pas eliminimit të 2 nga 3 ofertuesve. Portofoli i plot përfshin gjithashtu varrezat e dëshmorëve, maternitetin e Fierit, godinën e anatomisë pranë Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe qendrën kulturore TEN. Programi i rindërtimit pas tërmetit të vitit 2019 u bë burimi më i pasur me procedura emergjente që kufizon konkurrencën dhe hap një rrugën për fitues të përhershëm. Banesa individuale në Ndroq, Krab, Pez, Shëngjergj dhe godina shumëkatëshe tek 5 Maj dolën të gjitha nga e njëjta kompani. Platforma e koduar Sky ECC e depërtuar nga autoritetet evropiane në vitin 2021 zbuloi komunikime të drejtpërdrejta midis vëllezërve Pepa. Në to flitej për tendera rindërtimi dhe leje ndërtimi në zonën e 21 dhjetorit, një nga më të lakmuarat e Tiranës. Sipas hetuesve, bisedat përmbaj negociata me përfaqësues institucionesh për tregtimin e lejeve. Këta emra SPAK ende nuk i ka bërë publik. Po ashtu, përgjigjen zbuluan transaksione monetare të ndërsjella mes Pepës dhe figurave të njohura të ekranit, si dhe konflikte financiare me personazhe të caktuara. Dosja Pepa nuk mbyllet me 11 urdhër arrestet dhe 232 pasuri
pasuritë e sekuestruara, hetimi ka filluar të ekspozojë një shtresë më të thellë, atë të bordit të mbrojtjes që e bëri të mundur këtë perandori. Në periferi të kësaj dosjeje po shfaqen emra drejtuesish të krimit ekonomik, shefa e policie, prokuror dhe politikan të njohur, për të cilët do të flasim në vijim.